Krejt filloi në zemër të Drenicës. Ishte viti 1968, në fshatin Broj të Skenderajt, kur lindi Hashim Thaçi. Në atë kohë, kush e kish mendu që ky djalë i ri ka me u bë një prej njerëzve kryesor që ka me e shkru historinë e re të Kosovës. I rritur në një vend ku rezistenca kundër sistemit jugoslav ishte buke përditshme, Hashimi s'mundi me ndejt rahat. Si studenti historisë në Prishtinë, ai e gjeti veten në balë të protestave studentore. Po, rreti u ngushtua. Për më i pështu arrestimit, u detyrua me marrë rrugët e mërgjimit në Zvicër. Aty, në vend se me u tërheq, ai u lidh me lëvizjen populore. Aty nisi me u zi diçka e madhe. Aty u vnuan temelet e asaj që ne më vonë e njohëm si ushtria çlirimtare e Kosovës. Kur krisi pushka, Hashimi u kthi në Kosovë. Tash nuk ishte më veç student, ishte Gjarpri. Ky ishte pseudonimi i tij i luftës. Si drejtor politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ai lëvizi maleve, duke organizuar rezistencën e duke krijuar lidhje me diplomatë të huaj. Po kthesa e madhe ndodhi në vitin 1999, në kështjellën e Rambujës në Francë. Bota mbeti e habitur. Hashim Thaçi, djali i ri, 30 vjeçar, u ul në krye të tavolinës, madje dhe para rrugovës. Ishte moment kritik. Presioni ishte i jashtëzakonshëm. Me laps në dorë, ai e vnoi firmën në atë marrëveshje. Ai në nënshkrimi hapi rrugën bombardimeve të NATO-s dhe e soli lirinë që e kishim prit me shekuj. Mas luftës, uniformën e zvendësoi me kostum, e formoi Partinë Demokratike të Kosovës. Mas do viteve në opozit, erdhi momenti i tij. Fitoi zgjedhjet dhe u bë kryeministër. Dhe që ku jemi? 17 shkurti i vitit 2008. Në atë salë të parlamentit, sytë e krejt botës ishin drejt tij. Zëri i tij dridhej pak prej emocioneve, kur i lexoi fjalët që krejt populli i kishte ndërru. Nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Aty, emri i tij u vullos përgjithmonë si kryeministri i pavarësisë. Vitet që pasuan si ishin të lehta. Si kryeministre më vonë, si president, Thaçi e udhëhoqi dialogun e vështirë me Serbinë në Bruksel. Shpesh u kritikua, shpesh u akuzua për lëshime, po për ndërkombëtarët ai mbeti partneri kryesor. Por, derisa ecste në tepi të kuq të diplomacisë, mbi kryt e tij po mblidheshin re të zeza. Raporti i Dik Martyt dhe akuzat për krime lufte po e ndiqnin si hije gjithkah. Te kështu, erdhi nëntori i vitit 2020. Gjykata speciale në Hagë e konfirmoi aktakuzën. Në një konferencë të fundit, Hashim Thaçi nuk priti me e marrë policia si prezident. Dha dorëheqje. Tha se po e bën për me rujt integritetin e shtetit. Që nga ajo ditë, Hashim Thaçi gjendet në qelit e Hagës. Procesi gjyqësor ka filluar në prill të vitit 2023. Aty, ai po zhvillon betejën e tij më të vështirë, jo më me armë në dorë, po me avokat, duke mbrojt jo veç veten, edhe pastërtinë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga malet e Drenicës, në nënshkrimin e pavarësisë, e deri te muret e ftohta të Hagës, kjo është historia ende e papërfunduar e Hashim Thaçit.